Ministra e Mbrojtjes përmes Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile ka paralajmëruar për një situatë të rënduar meteorologjike gjatë javës, duke theksuar se rritjen e rreshtë për intensitet të lartë në të gjitha qarqet e vendit, të shoqëruara me shtrëngata edhe në disa zona me dëbor. Sipas Institutit të Gjeoshkencave dhe Shërbimit Meteorologjik Ushtarak, dita e hënë 17 nëntor do të sjellë rreshtë mesatare deri intensive në Shkodër, Lezhë dhe Vlorë, ndërsa qarqet Kukës, Dibër, Durrës, Tiranë dhe Gjirokastër do të përballen me rreshtë të dobta deri mesatare. Ministra thekson se intensiteti pritet të rritet në orët e pasdites. Situata rëndohet të martën, ku rreshtë do të shtohen në të gjithë territorin, me zona si Shkodra, Kuksi, Vlora dhe Gjirokastra, që do të përfshihen nga rreshtë intensive deri në shumë intensive. Edhe të mërkurën parashikohet moti rënduar, me rreshtë të dendura në të gjithë vendin, ndërsa në disa qarqe ato do të prekin nivelin lokalisht shumë intensive. Autoritetet paralajmërojnë edhe për rreshtë dëbor mbi 400 metra lartësi në verilindje dhe juglindje, çka arrit rrezikun e ngritjeve dhe vështirësive në qarkullim. Ashtu, sipas vlerësimeve hidrometeorologjike, në basenin e Drilit mund të regjistrohen deri në 300 mm rreshje, veçanërisht në zonën Koman Vau-Dejes. Ministria e Mbrojtjes u kërkon strukturave vendore dhe qendrore të qëndrojnë në gatishmëri të plotë, të marrin masa për shmangjen e përmbytjeve dhe të sigurojnë koordinim të ngushtë ndërinstitucional për menaxhimin e situatave emergjente. Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile ka kërkuar gjithashtu ngritjen e nivelit të gatishmërisë në bashki për shkak të rrezikut të shtuar të përmbytjeve dhe rreshitjeve të dherave. Qytetarët ftohen të tregojnë kujdes të shtuar gjatë ditëve me rreshtë intensive, ndërsa strukturat e emergjencave do të vijojnë të përditësojnë publikun për çdo zhvillim.